përshtrimin e situatës. Unë jam antare e Këshillit Kombëtar për herë të dytë e zgjedhur nga demokratët, për ulem për para demokratëve, sepse ti je zgjedhur atyre dhe ti përfaqësosh zërin e demokratëve, patjetër që mbi të gjitha është përgjegjësi, uroj ta kem bërë mirë detyrën time, patjetër që kam bërë aq sa kam mundur dhe besoj se kam qenë në kauza ku do duhet që gjithë secili nga ne, kjo është detyra jonë për ta bërë. Kalojmë tek zoti Berisha. Unë futem në kategorinë e njerëzve që nuk kam asnjë kompleks. Dhe jam ndër ato të parat, po të parat fare, të takimi i Rognerit, që jam bashkuar zotit Berisha. Jam bashkuar zotit Berisha dhe kam besuar tek zoti Berisha dhe besoj tek vizioni zotit Berisha, dhe prandaj jam aty. Në momentin që unë nuk besoj në diçka apo në dikë, unë nuk jam më aty. Pra unë di vendin tim dhe di ku duhet të qëndroj. Patjetër që zoti Berisha nuk ka asnjë konkurrent sot. Kushdo që e mendon që mund dali përballë Sali Berishës, mendoj që edhe ata që flasin e din fare mirë që përballë Sali Berishës, Partia Demokratike dhe Demokratët kanë zgjedhur Sali Berishën kur ka qenë pa vul, pa logo, pa seli dhe 500.000 demokrat e kanë zgjedhur Sali Berishën për të qenë